Mungesa e sipërfaqeve të varrezave publike po sjell çdo ditë më shumë në vëmendje një zgjidhje alternative, ku më e mundshme është ndërtimi i varrezave murale. Drejtori i legjislacionit pranë-bashkisë, Fier Luançala, tregon se mentaliteti i qytetarëve nuk e pranon këtë fakt, por për situatën është i domosdoshëm. Koha po vjen që do të përdoren edhe varreza mbitoksore, që sipërfaqja e varrimeve mos të shtrihet pafundësisht. Duhet të ngrihet infrastruktura për këto varreza dhe pastaj do të jetë në dëshirën e njerëzve se ku do t'i vendosin kufamat ose eshtrat pas një periudhe të caktuar dekompozimi në tokë. Por nga ana tjetër, qytetarët fierakë mbështesin idenë e një projekti të tillë, edhe pse pranojnë se mentaliteti ja vështirëson idenë që një ditë të prehen në varreza murale. Po një gjë duhet bërë se s'ka vend po. Ju do e pranoni diçka të tillë? Po, atje s'mervesh me bie. Ne shqiptarët do mos e kemi atë do më duket si diçka jo e zakonshme. Po njerëzit do varrosen në birë, ku do vënë? Filem aty të qilbet.